Në qoftë se ke dashni për mrena, bashkë me dashnin, je i pajisur edhe me aftësinë për me i vërtetu tjerëve dhe me ju thanë tjerëve që është kjo, nuk ekziston vetëm e keqa. Realiteti i të vërtetës nuk është i mushur vetëm në zymtësi apo në pakjartësi. Nuk myllet jeta me zhgënjime dhe me disfata, por kalon për tej, sepse kena me mrit një caku është Krishti. Na jena të bam për me mrit Krishtin, dhe kush mrin Krishtin, që është drita e vërteta, që është shëndritja, atëherë në Krishtin ka me pas mundësi, fal dritës e dashnisë së tij, për me kuptu tana ngjarjet e errta, tana ngjarjet e zymta, tana gjanat të cilat kanë kënë errësinë e madhe, vetëm fal mirësisë së tij. Ai ka me shpjegu gjithçka. Krishti shndrohet përballë syve të nxënësve, për më ju diftu se keni me te kalu shumë problematika. Keni me ecë në për tana të gjanat të cilat kanë me kënë stërmondim i madh, por unë kam me ju prit, i gjallë, i shëndritshëm, dhe në mu keni me gjetë gjithçka. Çdo lloj përgjigje të pyetjeve tuaja të thella, gjithçka për cilat ndoshta keni thënë që janë të mistershme, edhe gjithçka të cilat ndoshta nuk i keni besu se keni me i kuptu një ditë. Lumë ata të cilët presin me mërrit Krishtin. Lumë ata të cilët presin me taku Krishtin e shëndritshëm, se Krishti që është dritë, ai i vetmi nuk të lënë në errësinën e përjetshme.